Falenderoj shumë për vëmendjen. Unë nisa nga Tirana, të paktën për të përshëndetur edhe për të inkurajuar Kevi Muçllarin nga Pogradeci për aktin e tij qytetar që bëri në Këshillin Bashkiak të Pogradecit dhe në mënyrë krejt tinzare, as pak njerëzore, u arrestua dhe ka një akuzë të fabrikuar vetëm e vetëm se bëri detyrën e vet qytetare. Sot, u mendoj që gjithë shqiptarët duhet ishin krenar se si një djalë qytetar, një student i 10-s të shkencat politike, ngrihet pro banorëve komunitetit të vet dhe shkon në një mbledhje të hapur të Këshillit Bashkiak dhe në vend të inkurajohet për këtë gjë, arrestohet, mbahet në burg edhe pa patur mundësinë për ta takuar. Unë uroj shumë që nesër kushdo gjyqtar të ketë çështjen e tij, t'i japi drejtësi, ta lënë gjendje të lirë, sepse kemi të bëjmë qartësisht me një shkelje të kushtetutës dhe lirive të drejtave të njerëzit. Tani imagjinoni absurdin që njëri merr guximin të protestojë, të ngre zërin. Jetojmë në një vend demokratik me letra. Provokohet nga kryetari i bashkisë në Këshillin Bashkiak dhe i montohen akuza të paqëna edhe pse pan videon të gjithë shqiptarët. Pra kjo gjë nuk mund të shkojë. Muçllari dushe përgëzuar për gjithë aktin që mori, sepse ky është një model që ne duhet ta inkurajojmë në shoqëri që të protestojnë dhe jo të rrinë gojë kyçur, aq më tepër që kemi të bëjmë me një akt korruptiv të Bashkisë së Pogradecit që u merr banorëve një pronë të përbashkët dhe pa treguar qëllimin se çfarë do të bëjmë atë pronë, detyrohen dhe Këshillin Bashkiak të tjetërsojë atë pronë komunitare. Kam marrë kontakt edhe me avokatën e popullit sot, e cila më ka konfirmuar që është regjistruar çështja për të parë nëse kemi shkelje në arrestimin e Muçllarit. Gjithashtu vetë si deputet, si antar i Komisionit të Sigurisë Kombëtare, do i kërkoj Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore që të hetojë të gjithë rastin e ndalimit dhe arrestimit të Muçllarit, sepse besoj që kemi të bëjmë me një shkelje të lirive të drejtave të njerëzit, se si një qytetar arrestohet pse protestoi. Pra, ky është një absurd tjetër, se si një vend që synon të antarësohet brenda pak vitesh në Bashkinë Evropian, i riu arrestohet pse proteston. Pra, unë mendoj që këtu kemi të bëjmë dhe me mesazh të pastër politik, për të thënë gjithë atyre banorëve të Çoravës, një nga fshatrave më të mëdhenj të rajonit të Korçës, por edhe gjithë Shqipërinë, që kushdo që ngre zërin, do të ketë fatin e tij.